Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Çfarë ndodhi? Yul Deda përfundon në SPAK. Aktori i njohur i humorit dhe një prej mbështetësve të flakët të së djathtas shqiptare, Yul Deda, është fotografuar pas ditën e kësaj të premte pranë ambienteve të prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ka qenë vetë Yuli, ai i cili ka postuar foto para strukturës së posaçme duke shkaktuar zhurmë në rrjetet sociale. Unë vi sa herë të doni, por i keni ra gabim, s'keni çfarë më bëni. Shkruan aktori krah fotove, ndërkohë që nuk dihen nëse kjo vizitë e Dedës në prokurori ka qenë me ftesën e tyre, apo mos ndoshta është pjesë e një prej shakave dhe komedive të radhës të aktorit. Se për çfarë bëhet fjalë dhe çfarë qëndron pas këtyre fotove mbetet të zbulohet në vijim.